Ministra Delina Ibrahimaj dhe drejtoresha e AZHBR-s Ardita Kuçi lejuan takimet në kuadër të Kredisë së Butë dhe Garancisë Sovrane me Bashkimin e Prodhuesve Shqiptar. Këto dy instrumente financiare do të lehtësojnë aksesin në financime për sektorin bujqësor, me synimin e rritjes së investimeve në 5 fusha kryesore: prodhimi bujqësor dhe blegtoral, mbështetje për ndërtimin e më shumë sipërfaqeve me sera, stabilimente për prodhimin e mishit dhe infrastrukturë për akuakulturë, mekanizmi dhe inovacioni, rritja e modernizimit të sektorit, agropërpunimi, zhvillimi i industrisë përpunuese bujqësore, si dhe infrastruktura agroturistike, pra mbështetje për agroturizëm të certifikuar. Kredia e Butë vjen me një linjë financimi prej 250 milion euro dhe me një normë interesi prej 3.5%, e kombinuar me garancinë sovrane. Kjo normë ulet në 2%, ndërsa mbulimi i kolateralit arrin deri në 70%, duke e bërë më të lehtë aksesin në financime për fermerët dhe bizneset agro-ushqimore.